60 autobus janë nisur sot nga qytetet të ndryshme të Kosovës drejt Tiranës për të bashkuar në protestën e madhe që do të mbahet në sheshin Skënderbeu me fillim nga ora 17. Protesta e organizuar nga veteranët e ushtrisë lirimtare të Kosovës zhvillohet në moton Liria ka emër në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi, të cilët po mbahen në Hag me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Qytetar, ish luftëtar dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga mbar Kosova janë parë në autobusët që janë nisur herët drejt Tiranës, duke brohoritur UÇK e me pankarta në duar për të shprehur solidaritet dhe përkrahje ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Ndërkaq organizatorët kanë paralajmëruar se në këtë protestë pritet të ketë një pjesëmarrje masive, jo vetëm nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe nga diaspora shqiptare në Evropë dhe më gjerë. Disa orë para fillimit të protestës janë parë qytetarë të mbledhur në sheshin Skënderbeu, në vendin ku pritet të zhvillohet protesta. Kujtojmë se kjo protestë vjen pas asaj të mbajtur në Prishtinë dhe pas protestës në Hag më 14 shtator, ku morën pjesë mbi 10.000 qytetarë nga e gjithë bota.